Disa raste zjarresh janë shënuar së fundmi në Vlorë. Kjo periudhë dhe sipas shërbimit zjarfikës ndikon në përhapjen e zjarreve masive, sidomos në Pyje, por edhe në ambiente të tjera. Por pavarësisht kësaj, shërbimi zjarfikës ka një strategji të veçantë. Po kjo periudhë që përkohen me këto temperaturat e fillimit të ngritjes së temperaturave të larta dhe rrymat e vazhdueshme të erave ndikojnë në përhapjen e shpejtë të zjarreve në masive pyjore apo dhe në objekte të tjera që mund të shkaktojë zjarr. Kështu që pavarësisht se shërbimi zjarfikës është i organizuar dhe ka një strategji në mënyrën se si mund të veprojë në këto raste zjarresh, por do të kushdo që ka një diçka duhet bëhet kujdes që mos të shkaktojë zjarr në këto objekte apo në Pyje, Kullë dhe kudo qoftë. Shefi shërbimit operacional në shërbimin zjarfikës në Vlorë, Luan Kapaj, thot për televizionin 6+1 Vlora se problemi ishte zjarri pak kohë më parë në malin e Dukatit, ku terreni i vështirë e bëri thuajse të pamundur ndërhyrjen e shërbimit zjarfikës. Problematik ishte zjarri në malin e Dukatit në kufirin ku ndahet parku i llogaras me pjesën që ka bashkia të Pyje dhe Kullotave dhe ishte problem sepse terreni i thepisur bënte të mundur që ekipet zjarfikëse të afroheshin me vështirësi tek vendi i zjarrit për ta ndërprer atë që mos vazhdonte sa më tutje që të bënte deme si në Shkure apo Kullota, po edhe në mos futesh në parkun me llogaras që të bënte deme akoma më të mëdha. Një tjetër zjarr masiv ishte edhe ai që ra në një beach bar në Radhim, duke sjellë dëme të konsiderueshme. Ka qenë një zjarr për masa goxha të mëdha në pjesën e Radhimës tek këto lokale të anës detit që nga pakujdesia ndoshta e shkaktimit të një vatre zjarri të vogël era bëri të mundur që zjarri të përhapesh në përmasa aq të mëdha që u desh të angazhojnë komplet personeli zjarfikës me gjitha mjetet për ta vënë në kontroll, sepse era e fortë bëri të mundur përhapjen e shpejtë të këtij zjarri dhe dëme goxha të konsiderueshme. Vetëm pak ditë më parë edhe një garazh në zonën e Konadit u përfshi nga flakët duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Sipas Kapajt, në pjesën më të madhe të rasteve, zjarret kanë qenë nga pakujdesia, ndërsa u bën thirrje e qytetarëve, kryesisht atyre të cilët kanë kullota. Po zjarret nuk mund të thënë normale sepse nuk janë të shkaktuara nga natyra, këto shkaktohen dikush nga pakujdesia në dora e njeriu dhe nëse dikush nuk do të shkaktonte zjarr, hajde nuk do kishim zjarre me këto përmasa. Ndaj me këtë rast u bën thirrje kushdo që mendon që për të ndjekur diçka të mos bëhet shkak që pastaj zjarri të marrë përmasa ndaj dhe të shkaktojë dëme.